Femrat më të zgjuara mes shenjave të horoskopit. Zgjuarësia dhe inteligjenca mund të identifikohen nga sa të shpejt jemi me veprimet tona dhe procedurën e të menduarit. Disa janë intelektual të lindur, ndërsa të tjerë punojnë shumë, mprehin mendjen për të ngjitur shkallët e suksesit. Astrologjia ka një lidhje shumë të thellë me shpirtin, mendjen dhe trupin ton, dhe kjo mund të kuptohet duke analizuar personalitetin ton me 12 shenjat astrologjike të zodiakut që kanë specifika sipas yjeve të tyre. Për këtë, ja cilat janë femrat më të zgjuara në mesin e të gjitha shenjave të zodiakut. Akrepi. Gratë akrep janë ndër gratë më të zgjuara në këtë fushë, sepse ato do të gërmojnë thellë për të kuptuar dhe vizualizuar një koncept derisa të kenë sukses. Kështu janë të vendosura. Ato mund të vazhdojnë të këmbgulin derisa të arrijnë atë që duan. Sjellja e tyre misterioze është mbulimi i përsosur dhe punojnë në heshtje. Peshqit. Ato janë gra inteligjente të lindura natyrshëm që kanë një aftësi të mahnitshme për të analizuar këndvështrime të ndryshme pa mundim. Gjithmonë i lën vetes hapësirë për rritje dhe kjo në vetvete është një nga tiparet më të mëdha që i ndihmon ata të mprehin mendjen e tyre, përveç se janë të zgjuar, ata janë edhe emocionalisht të pjekur. Bricjapi. Gratë bricjap janë shumë të përkushtuara në punën e tyre dhe nuk do të ndalen para asgjëje derisa të arrijnë qëllimet e tyre. Ato janë të mprehta dhe të zgjuara. Nuk u pëlqen të humbasin kohën e tyre me gjëra të panevojshme. Janë gjithashtu motivuese të mëdha që do t'i inkurajojnë të tjerët të punojnë shumë. Ujori. Ato mund të jenë pak egoiste kur bëhet fjala për të shfaqur anën e tyre krijuese dhe inteligjente. E dinë se mund ta kryejnë punën, kështu që priren të mburen shumë. Janë intelektuale gjakftohtë dhe të qeta, ato thjesht janë më të zgjuarat në dhomë. Peshorja. Femrat peshore janë të ditura dhe din të balancojnë peshore në mënyrë perfekte. Zgjuarësia e tyre është me të vërtetë admiruese, sepse ato sigurohen që gjithçka të bëhet në mënyrën e përsosur dhe të mundshme. Nuk lënë vend për gabime dhe kjo është forca e tyre më e madhe.